Frederik, kur e ke kuptuar ti prezencën e Zotit në jetën tënde? Ka dy faza të njerëzit, faza empirike dhe faza e plot. Faza empirike është ajo kur ta kanë thonë tjerë të ekziston një Zot, ka shëmbëltyr njeriu të tjerë dhe ti i beson se figura te feja nuk ka figura, te feja tjetër nuk ka figurë, ka më tepër imagjinat e kështu. Ti mendon që Zoti ka shëmbëltyr është pak më i madh, nuk i jep përgjigje shumë pyetjeve. Pastaj vjen faza tjetër e pikurisë, e merr vesh që është energjia, është vibracionet që lëshojmë në tek njëri tjetër, aty është Zoti. Ashtu është fuqia e gjithçkaje. Pra brenda trurit të njeriut është syri i tretë që themi ne genera pinale ose pinnacle. Aty është energjia numër 1 që të kalon në dimensione të tjera edhe ti mund të krysh të tëra nevojat e tua. Shpirtërore, të domosdoshme, jetike, duke e organizuar këtë të kaluar në dimensione të tjera. Ti mund të flasësh edhe me jetët e përtejme. Pra, cili ka qenë dimensioni yt më i lartë? Si qenie. Do të vetëdia të dimensioneve ti arrin vetëm me këto ramajt indian, këto të fesë Buda. Sepse fet tash i vonë, normal sa më shumë lexon as më shumë merr vesh dhe për ardhmën e feve dhe rrojt të saj. Edhe kupton utopin përgjithësi. A feja është ka 2 vjet, asnjë Zot nuk ka kriju fe. Që më nëndë një Zot kreon fe, ka artu me të ka Zotit që unë jam i mirë, këtë tjetë i Zotit këti nuk është i mirë. Jo, sigurisht. Pa pra, dhe këtu e mërë verti pare në gjonë që Zotat pasan dritaret në ryshme dhe kjo dritarja këtu është më mirë se kjo tjeta. Ose sa të durë të më thonë, në gjitha janë absurde. Feja u kriju më pak se 2000 vjetë. Po bazin e ka tek Buda, te Brahma. Brahma është një pastrimi i shpirtit quhet te budizmi. Brahma dhe si mudra janë shoqja. Ato kanë pastrimin e shpirtit, nuk kanë fe. Thot Zoti është ky ka kriju ky që je. I mirë i keq ti je. Je krijesë e Zotit. Nuk ishte Zoti një punë tjetër të bëni ty të keq. E këtë tjetër ishte pa punë të bëni të mirë. Pra je krijesë e Zotit, pra 69, ke parasysh ajo 69 që kanë bas Beatleset. Pra ti je gjithmonë ai që të ka kriju Zoti, pra cili Zot mund të ndëshkoj krijesën e vet. Ti thot ty do të çojnë ferrën ty, kurse ti që i gobo mirë. Është absurde. Më kujtoi një shaka, një verselet e treguar kështu në kafene për këtë punën e i mirë i keq me Zotin, po s'po e tregoj se është goxha dërtje. S'ka gjë më dërtje. Po jemi me lufte? Me lufte. Po thuaj më s'ka gjë. Se ndoshta se di, ndoshta. Do ta tregoj pastaj, që mos të mirë, atë kur unë ne prap do ta tregoj atë çim ka tregoj. Pa, qose ne nisemi nga kjo, të ka dhe pjesën e njerëzve që pa zhvilluar deri në certain point, i themi ne, deri një pikë të caktuar që mendojnë gjithmonë atë rritin konservativ të asaj që kemi mësuar, na kanë lënë prindërit. Ti mund të shohësh Krishtu, jam pasardhës i katolicizmit. Pra njerëzit e mi, parte e mi kanë rritin e tyre. Dhe unë nuk është se jam empirik për këtë vazhdimsi të kësaj komete që quhet FIS ose generacione, por kam kuptimin tëm tjetër se mendoj që Zoti është energjia. Pra në çdo moment ti lutesh ti kësaj energjie të lutesh me Zot, yes. O Zot ndihmo, Zot. Thuaj çfarë dush ti, më ndihmo me zë. Megjithmonë ty të plotësohet, sepse janë qendra pa dukshme. Manifesti. Janë vibracionet që të krijojnë ty kushtin me arrit atë që do. Kurse atëherë kanë marrë imprint, kanë thënë ulu kështu, bëj yoga, bëj të veprimet për mirë është apo nuk është sa është kjo tjetra. Për shembull Abrahami nuk është asgjë tjetër, vetëm është Brahma, Abrahaman. Interesant këtë. Edhe nëse gjuha angleze thot Abraham ose hebraishtja, Abraham, Islami e ka Ibrahim. Ibrahim po. Pa është njëjta gjë. Pra në të rafet viken për një lloj burimi. Ata kishin kanë librat e tyre. Ata më tepër e kanë thënë që në fillim se njeriu është i krijuar për të riprodhuar veten. Pra nëpërmjet dashurisë. Nëpërmjet ushtrimeve të marrëdhënieve instiktit të riprodhimit. Pra ata gjaja parë duhet kemi dashuri.
ta dush tjetër njësoj si veten. Veten ca më shumë mendoj unë. Veten duhet ta duash pak më shumë se tjetër. Po kështu, ata thonë nëse ti do të jesh më në turbo. Këtë rast, të dush vetën, të pësh më turbo, po të dush të eliminosh këtë fenomen, të frenosh të fenomen është më mirë të mos të dush jetën. Nëse mu të bëjë tjetë atë. Pa tjetë. Në falë, filmat. E di pse shkova të Shkodra, te filmat, e parë njerë më bëm përshtypje të gjithë Shkodran, po thuaj se të gjithë Shkodran që flasin në atë gegnishten e tyre, përfshirë e ti këtu. Është shumë e këndshme, shumë e ëmbël, patjetër shumë melodioze. Nuk e di pse, dhe po ta faktoj këtë me shumë njerëz që njoh unë, vinë nga një zonë e caktuar e Shqipërisë, nuk bëjnë ndarje këtu veri jug, po gjithë përpiqen të tjetërsojnë dialektin kur vinë në Tiranë për shembull. Të tjetërsojnë dialektin. Të flasin gjuhë standarde. Të flasin gjuhë standarde. Jo mos të gjete kështu, ha më ç'a bëre ti. Nëse me slogane. Tani te filmat ti ke përdorur po them gjuhë standarde, flasim tek po sepse aty kisha rolin ku diun nuk e di ai ishte nga veriu nga jugu. Kështu që ti detyruar si është teksti të thuash, po akcenti ka kënë gjithmonë edhe shkollor. Akcenti patjetër, theksi ka qenë, po që nuk është se në atë kohë për shembull ti flisje në gjuhë standarde, po them edhe në Shkodër, edhe në komunitetin e miqve, pra kishte një farë detyrimi. Apo jo, s'është e thënë. Hapat e parti duhet të moroj gjithmonë, sipas me kriju divergjenca tek njerëzit që kanë diçka në dorë, sidomos në kohën para 90-s. Ti të bëje stoikun një gjuhë që ishte djegor që në 67 në Kongresin e Gjuhës, ishte djegor, ishte përcullu gjuha standarde gegnishtja. Gegnishtja, po. Edhe ti ne do të mësonim gjuhë të huaj. Këtu në Tiranë, ishte po gjuhë huaj për ne. Po, dialekti standard. Fenomenal. Nuk u ndal asnjëherë lapçja, nuk u ndal ndonjëherë korçarshja, nuk u ndal ndonjëherë mërditorshja, u ndal vetëm gjuha mërditorshja çoku popo. Do thonë më tepër ishte stoicizmi për me eliminu gjuhën Shkodër. Shkodranishten, po. Po, me lokalisën e Shkodrës. Sepse aty ishin poetet më të mirë, ishte fishta kryesore, që ishte me poezi deri me 36.000 rreshta. Po. 36.000 rreshta poezi. Do thënë, nëse Laura Malcis, apo se ke fjalë? Po, janë për aty, po ka 8 libra. Por tash të marrësh për shembull gjermanishtja standard u bën nga Goethe. Po. Ai ka pas 16.000 rreshta. Kena Dante Alighieri e Toskanës që u mor bazë nga ky poet ose nga ky shkrimtar. Për dialektin e Toskanës që u bë gjuha zyrtare italiane. Molieri po, për frëngjishten. Për frëngjishten, pra do të thënë, nëse do merresh ti një njeri që ka më shumë poezie të studiosh ajo që ti të mbrushë me një lloj fjalori shumë të gjerë, ishte fishta. Pa ju dojgjë, apo sa fat ishin tara. Ideja është se po ta nxjerrësh ti gegnishten përpara gjuhë e parë shqipe, që është në fakt. Për nga numri, edhe për nga gjithë bota sot, del përpara nuk thanë. Del greqishtja e dyta. Në atë kohë ishte periudha që ne mohonim këtë për të nxjerrë greqishtën e parën. Si gjuhë të vjetër. Po, si më vjetër. Si më e vjetër. Kurse në fakt në rrjet e gjuhëve, ja ke këtu në këto librat e mi, të tregojnë pemën ty që tregon që albanish, greka është e dyta, në mes të dyjave është armenian. Armenishti, po. Pra, e para gjuhë në Europë, gjuha e para e folur në Europë është albanish. E një të tëra, po nuk e dini? Jo, patjetër që e kam dëgjuar, po dhe më do që janë kështu, janë thjesht mund të jenë spekulime, mund të jenë, domethënë nuk është se janë gjëra që ne nuk na pëlqejnë, mor. Patjetër, mor. Ajo është jo për pëlqyer, patjetër, mor. Ti ta kuptosh, për shembull, pjesë e identitetit ajo në këtë rast. Se kena fut një temë që është pak delikate, por duhet ta shpjegojmë. Po, patjetër. Për shembull janë tragjeditë e Eskilit. Po. Të tërë janë shkruar në gegnisht. Gjuhën e vjetër greke thotë është gegnishtja. Greqishtja e vjetër që në fakt është po. Pra greqishtja e vjetër thotë është gegnishtja. Shkëm pësne me ne, me veriun. Veriu është deri në nish, deri në shkutim bari, në pejnë. Dhe është shumë e vërtet edhe sipas studiusve që gegnishtja e Shqipes ka shumë ngjashmëri me greqishten, ndërsa toskërishtja me latinishten. Po, you're right. Me latinishten. Komplet. Ndërkohë që toskëria është më afër pjesës greke, po, me greqia, kupton? Pra është një farë kryqëzimi kështu, po themi. Absolutisht, është edhe kjo term i vërtet që lezohet, po domethënë me gjuhën tonë ne kemi bërë konferencën e parë të studimeve pelagjike në 11-ën, në tetor 11, nuk vet.
në Akademinë të Arte, në Akademinë të Shkencave. Po. Kanë marrë pjesë studiues nga tërë bota. Ju keni bërë një studim për jazzin, mos gaboj? Kam bërë një studim për 12 mod e jazzit. Janë 13, fakt, po i kam thënë që kanë përardhën prej Dardanit. Ja kam vërtetu në bazë të tingujve etno që ka ajo zonë. Gjithmonë njeriu marrëdhënie e parë ka pas me diellin. Po. Sepse është energjia. Po. Pra në bazë pozicionit gjeografik që ke pas shtëpinë ti, Po. ai fshat, se një fshat është një pozicion gjeografik. Po. Edhe në atë pozicion që ka pas sa koka dhe dielli që ka pa gjatë gjithë ditës. Aty janë edhe evolimi i vetëndjerit, emocion, vibracionit të një fraze muzikore. Për shembull, nëse në malet e Shqipërisë, malsori i ka malet kështu. Po. Edhe pa del dielli del fshihet, nuk e shef tërkohet se njerëzit nuk jetojnë më të malit. Jetojnë një kallë ujë edhe po poshtë. Pra është një pozicion gjeografik po poshtë. Atëherë ai në bazë të marrëdhënieve që ka pas me diellin, ka krijuar edhe modin. Për shembull malësia. Doli dielli. Deri në ose një zonë tjetër që ka atë vendosjen gjeografike nga linja në perëndim, por në këtë me ball nga veriu. Skrapari, po. Ti do da di do di de da di ro do de do di do de ni no na de di de Maridita. Sa interesant. Po hajde zbrit mod, është mod jazzi. Hajde zbrit këtë nga Vlora pse. Është modi Dorian. Po. Ti ton kur je me kështu se të vradil gjithë ditën. Je pranë mes diellit dhe tokës. Të vradil gjithë ditën. E po tani me që hap puna e qyteteve dhe zonave, po pse? Boshi Dorian quhet. Myzeqen do ta lëm? Ta bëjmë myzeqen një çik. Po myzeqeja, për shembull myzeqeja është Myzeqeja se çon do të kokën lart se e djeg dielli. Po e djeg dielli, po. Tërkohen. Bile ka diçka, nëse shkon në Apolloni, janë një 6 piramida të vogla, sa një dhomë, edhe aty quhet ato e kanë titullin, e kanë emërtimin Tokë e Diellit. Kur u bë kënga Tokë e Diellit, që fitoj çmin parë Fredrik Noci, Manjor dhe Bani, Juli Ndoci, mota me ime. Teksti i parë ishte i bërë nga i malli Gjauris Paju, me një kolumb që shkon në det të hapur. Kolumbi është edhe plumbi, edhe Kristofor Kolumbi, ka shumë kuptime. A i thashëm, pra sa ma shumë storyteller, thashëm dhe që country song, këngë të countryt Amerikës. Thash, bani një diçka tash thik me 2 presë, marë profesor. Si tha? Në atë kohë ishim para 90-s. Pa i thik me 2 presë, thash, për shembull, ti e din thash se i tërgova këto piramidet, ato quhen Tokë e Diellit. Po i dit ata kanë papës. Thash, ta shpjegoj, ata janë Tokë e Diellit, kur sklavi ka bërë gabim, e kanë marrë, kanë lidhë në 4 unaza, me durhap kështu, dhe kanë me fytyrë nga dielli, edhe i vdiste nga pika diellit. Pra ishte Tokë e Diellit i destinuar për të vdiste slavi, pa dash me e myt. Në diell aty ai thaj. Pra kjo është edhe ne jemi tash të lidhur këtu në Shqipëri, te kjo Tokë e Diellit po thahna. Ç'më the. E bukur. Po, bëri Tokë e Diellit. E bukur, fantastike. Super interesante. Ne do ta vijojmë bisedën se kemi akoma shumë publicitet. Publicitet.